Shikos të dashur, tash jemi përsëri bashkë edhe pjesën tjetër të minutave në vazhdim do të diskutojmë për gratë pas të 4 dietave. Në fakt, çka ndodh edhe me organizmin e grave pas të 4 dietave, por edhe me energjinë e tyre, për shkak se duket se marrin një energji krejtësisht të re, zbulojnë veten, bëhet ngritja e vetbesimit, pastaj ndryshojnë ndoshta edhe prioritetet apo edhe kërkesat e tyre. Sidoqoftë, sipas shumicës është një lloj adoleshencë e dytë, a është kështu apo jo, do ta diskutojmë pas pak në studio me mysafirët tona, e që i kemi mysafirët edhe në studio, po ashtu edhe doktoresha ginekologe Merita Demiri Demolli, do të paraqitet me ne përmes Viber, ndërsa në studio do të flasim bashkë me Rondinella Hoxha Gashi, që është po ashtu edhe instruktore jogës, Rondinellën tashmë vetë se e njeni, dhe po ashtu Fatlinda Anita Irexha, psikologe klinike. Mirëmëngjesi, mirë se na keni ardhur. Mirëmëngjes, mirë si që të faleminderit. Graci që ju keme këtu. Po mundohem me full shpejt, që mos me marrë shumë minuta në gjatë kohës dhe bisedës, kur të që ta keme doktoreshën, do të mundohem me u lidh me njëherë. Atëherë, e vreni jo është një adoleshencë dyta apo jo? Mendoni që është kështu e vërtet? Pjesa e grave dhe thot në moshën pas 40-ave, konsiderohet se pëson ndryshime dhe thot në gjitha format, në qofë në aspektin fizik, qofë në aspektin psikologjik, edhe aspekti i qasjes ndaj gjërave bëhet shumë ma i ndjeshëm. Me pjesën e ndjeshmërisë në kuptojmë që ka shumë faktorë që ndikojnë edhe interferojnë me këtë pjesë, edhe sigurisht përjetohet një ndjesi tjetër nga ajo cilën e kemi pas rastin me pa në vitet e 20 dhe 30-ta, përderisa do thot pëson ndryshime në aspektin trupor, në aspektin psikologjik ka rritje të ndjeshmërisë në shumë format, cilat pastaj e destinojnë për me pas ose me qenë vulnerabël në aspektin e shumë proceseve. Kështu që në këtë që e thonin as një lloj adoleshencë e dytë ose një lloj ndryshimi këtë fazë, është pikërisht këto ndryshime që bëjnë dhe karakterizojnë një femër pas të 40-ta. Atëherë, me qënë se i përmendëm edhe këto ndryshimet në organizëm, besoj me së mire këto ndryshime ndoshta edhe ato hormonale apo se çka ndodh me organizmin e një gruaje në këtë periudhë, në këtë fazë të jetës, mundet me na tregu edhe ginekologja që tashmë e kemi, zonja Merita Demiri Demolli. Mirëmëngjes dhe faleminderit që e keni pranuar ftesën. Mirëmëngjes, faleminderit edhe për juve për ftesën. Atëherë, cilat janë ndryshimet që i përjetojnë gratë në këtë periudhë? Zakonisht mbi moshën 40 apo mbi moshën 45 vjeçare fillon të bien nivelet e hormoneve. E ceku psikologja se mbi 40 llogaritet një adoleshencë e dytë, ne e dim që në fillimet e adoleshencës kemi ngritje të hormoneve dhe ndryshimet emocionale tek ato femra janë thuja se në këndvështrim të kundër në ato që ndodhen në adoleshencën e dytë apo në moshën mbi 40 vjeçare, për shkak se mbi 40 vjeçare nëse atëherë kanë qenë estrogenet e rritura, ata është për shkak humbjes së funksionit të vezorëve, kemi rënje të niveleve të estrogenit dhe këto ndryshimet hormonale din të ndikojnë në mënyrë drejt për drejt në kualitetin e jetës së asaj femrës apo edhe në ndryshimet organike të asaj femre. Ne duhet të inkurajojmë të gjitha femrat që fillojnë në perimenopauzë apo ka raste dhe menopauzë që të bëjnë kujdes më të shtuar për shëndetin e tyre. Është periudhë normale, nëse adoleshenca është një periudhë ku cak i jetës e tyre është se pyetja çka do të bëhemi në moshën mbi 40 vjeçare, është pyetja si do të vazhdojmë të jemi kjo në formë si kemi qenë deri më tani. Është periudha ndoshta më fertile, më profitabile e atyre femrave, për shkak se në moshën mbi 40 ato femra janë verse të pjekura, janë të orientuara dhe dinë çka duan nga jeta e tyre. Por ndryshimet e bëjnë të vetën dhe shpesh herë hasim raste kur kërkohet edhe ndihma mjekësore për shkak se mund të jenë aq të forta simptomat që shkakton mungesa e estrogenit, sa kërkohet edhe ndihma mjekësore apo medikamentoze tek ato femra. Dhe po besoj që këto ndryshime pastaj paraqiten edhe në humor apo edhe në anën e jashtme duken kështu?
Gjithsesi, ndryshimet përpos organike që shfaqen me lëkurë në sistemin kardiovaskular, në organet gjinitale, në çrregullimet e ciklit menstrual, ato ndryshojnë edhe humorin. Shpeshherë këtu femra janë më të ndjeshme, shfaqen me çrregullime të gjumit, domethënë nëse kualiteti i gjumit nuk është i nivelit të dëshirueshëm, ato femra do të jenë të lodhura, të ngarkuara dhe do të kenë humor më të ulët. Një arsye tjetër është edhe ndjeshmëria që kanë ndaj ngacmime të jashtme. Nëse një femër afatgjat është ngacmuar dhe nuk ka eskaluar në ngacmime të lehta, në këtë periudhë është më e ndjeshme të eskalojë dhe mos korrespondoj me gjendjen e mëparshme të saj. Po, doktoresh, ishin e ju këto ndryshimet e gratë dhe janë gatshme që ta ndihmojnë vetën në fakt që ta kalojnë edhe këtë periudhë ma lehtë? Ne shohim çdo ditë femra të cilat vetë se fillojnë ndryshimet e perimenopauzës dhe menopauzës. Fatmirësisht shumica e femrave sot janë të edukuara dhe janë ngritura mjaftueshëm sa të kenë informata sakta me gjendjen cilën po kalon ajo femër. Një numër i vogël i tyre kërkon edhe trajtim medikamentoz për shkak se nuk mund ta kontrollojë atë gjendje. Shumica e femrave këtë gjendje mund ta kalojë me këshilla të lehta, domethënë arsyeja numër 1 është të pranoj gjendjen të cilën është, të pranoj që është fiziologjike dhe është krejt se normale nëse kjo femër në këtë periudhë ka mi përjetu këto simptoma. Ne dim shumë mirë që secila periudhë e jetës ka ndryshime të veta. Secila femër përjeton shtatzanin në mënyrën e ndryshme, po secila femër mund ta përjetojë perimenopauzën dhe menopauzën në mënyra të ndryshme. Ka plot femra të cilat kanë simptoma tepër të lehta të perimenopauzës dhe akceptojnë shumë mirë këtë periudhë. Po ka të tilla që për shembull palë të nxehta din të jenë aq të bezdeshme, sa mund të shfaqen çdo gjysore dhe gjithsesi kërkojnë trajtim medikamentoz hormonal për shkak se din të ndikojnë në kualitetin e jetës së asaj femre. Po në rastet kur pacientja nuk i përballon këto simptoma, gjithsesi duhet të lajmërohet tek mjeku dhe të merr terapi zëvendësuese hormonale. Po. Doktoresh, faleminderit për kohën dhe faleminderit për përgjigjen sepse e di që keni një ditë të ngarkuar që po ju pret edhe pas kësaj interviste. Shumë kënaqësi çdo herë me marr informata nga ju. Faleminderit, shumë ne inkurajojmë çdo femër që në secilën periudhë të jetës është e rëndësishme prioritet të vendosë shëndetin e saj. Faleminderit. Çdo herë kënaqësi. Dhe të mirë. I vrejrja dhe jo këto ndryshime në fakt çka edhe i përmendi doktoresha, për po besoj që me qënë se po e diskutojmë edhe në një studio pas të 4 vjetave se çka ndodh, besoj tashma jemi vedisu që janë gjëra normale, është perimenopauza apo menopauz, një periudhë që mund të kalohet lehtë në qofse patjetër kemi edhe mbështetjen e të tjerëve, por në qofse fillimisht edhe e kuptojmë edhe veten, apo jo Rondinell? Po, pikrisht. Unë muj me fol prej përvojës time personale, një ndryshim shumë i madh që jom ballafaqu, me cilin jom ballafaqu në momentin që kom hyrë në të 40-at, sikur ti kish prit të 40-at për me fillu ka qenë kokdhimbja. Nuk kom pas kokdhimbje, nuk kom qenë e njohur me kokdhimbjen asnjëherë më herët, edhe shumë shpejt pasi që i mbusha 40 vjet, fillun kokdhimbjet shumë të mëdha. Edhe përveç kësaj e përmendi edhe doktoresha ndryshimet e gjumit, çrregullimet e gjumit. Ndoshta jo të përhershme, të vazhdueshme, mirë po her pas here ndodhte që më dilte gjumi në mes natës edhe me një ndjenjë të ankthit, edhe kjo është diçka e pazakonshme. Do të thonë ankthi me të zgjuar nga gjumi. Natyrisht ishte shqetësuese, mirë po ajo çka është interesant mendoj për të gjitha ato është se zakonisht kur fillojnë këto ndryshime i shohim si fenomene të ndara. Duhet një kohë për me anis me kuptu që këto janë disa ndryshime sistematike, besoj edhe për kësaj perspektive kohore kur e analizoj edhe vetëm, po edhe sa ma shumë që po lexoj e po hulumtoj, se natyrisht njeriu gjithmonë ka interesim për çështjet me të cilat është duke u ballafaqu vet, po e kuptoj se me të vërtet duhet një kohë derisa e kupton njeriu që është diçka që po ndodh si rezultati disa ndryshimeve të brendshme, në këtë rast hormonale, e jo që janë të ndame. Plus që
kur unë i mbusha 20 vjetë ishte edhe periuda e Covidit, pandemia, edhe në atë kohë gjdo simptom ja lënim Covidit, gjithë qka, do me thonë, qka do që ndodhë, të dhimbje në për trup, kisha ndonjëherë ndonjë dhimbje në muskuj, po lëvis të dhimbja, nuk ishte një dhimbje në një vend të caktum të trupit, që me thonë ki problem me atë pjesë të trupit, ka ndodhë diqka. Pastaj ishin këto pakluatjet e humorit, mandi kjo qështja e ndryshimit të temperaturës që e përmendi doktorisha, jo ashtu si hot flushes, si rritje shumë të larta të temperaturës, mirë po her pak si temperaturë, her pak si to ethe, edhe kjo zgjaste. Edhe po thëmë, ishte periuda e Covidit, 2020, edhe gjdo ndryshim i aleja Covidit. Po, ndështë ajo në simptomat e Covidit e kështu, mirë po edhe si kur mos t'ishte ajo, po thëmë është interesante që na duhet ko për me kuptu që nuk janë të ndara, po që është një rjedh e ndryshimeve sistematike në trupin ton, edhe pikrisht kur u ballafaqova me këtë pjesën e ankthit në mes të natës, unë edhe ashtu praktikoja yoga, po ndërlidhem tash me që jom këtu edhe në cilësinë e mësueses jogës, për ndryshe edhe Fatlinda është shumë mirë e njohur se edhe Fatlinda është edhe instruktore. Të dy atas edhe me psikologji, por edhe me yoga. Është e vërtet, edhe atëherë, pikrisht atëherë, unë kom praktiku yoga, mirë po ma shumë në këtë mënyrën asanave, ashtanga, vinyasa. Kjo ishte koha kur duke kërku një zgjidhje për vetën time, u njoftova dhe fillova ma shumë me hulumtu edhe me u thellu në jogën në aspektin e regullimit të sistemit nervor. Me thonë, dikush e qunë yoga hormonale, dikush e qunë yoga somatike, si do që tjetë në fokus të saj është regullimi sistemit nervor, dhe kjo është edhe ajo që edhe unë e përpiqe me përqu në klasat e mija dhe jogës dhe në praktikën time. Pra këtu s'ka rëndësi, sa jeni fort emocionalisht dhe sa jemi të gatshme, apo po e presim këtë periudhë, se sa jemi të informuara me atë se qka pëndodhë. Nështë drejt për drejt atakot pak edhe ana emocionale, edhe humori, po edhe pjesa tjetër e organizmit që shohem ndryshime. Shpesh herë gratë edhe shtojnë pesh në këtë periudhë, e është ma e vështirë me e pa trupin që ndoshta ju po konsumani njëjtë që shkeni konsumu për disa vjetë me radhë, po në fakt pëndodhë diçka tjetër edhe po shtojnë pesha, por nuk po humbin pesh letë. Është e vërtetë, do të kjo përcjellet përveç ndryshimeve që u përmendën deri tash në aspektin trupor, e interferon shumë aspektin mental të personit. Do të thotë gjithmonë e marr shembull në praktikën time përditshme, që 5 gishta dorës asnjë si kemi njëjtë, 5 fëmijë në familje mund të më qenë secili ka ritmin e vet në aspektin qysh më rinë mu ballafaqu, dhe secili ka mekanizma mbrojtësi të ndryshëm, të cilët ja destinojnë, do të thotë pjesën e te kalimit, a themi, të situatës. Dhe thotë, përveç ndryshimeve në aspekt dukes, në aspekt peshës edhe gjërave tjera, aspekti që vret mas tepërmi është ky ndryshimi me humorin, i cili mundet me qenë të disa femra pak më i ashpër në aspektin që munden me zgjatë ma tepër këto ndryshimet në aspekt të qenurit sa mirë sa keq. Ka të tilla që pastaj vinë, kërkojnë ndihmë edhe në këtë periudhë? Pa tjetër, po. Tjetër që ka është shumë karakteristike e kësaj periudhe, do thotë është që zgjatë tek femrat në format ndryshme, dhe secila femër ka, do thotë, atë ritmin e që përjeton një periudhë të perimenopauzës ose të menopauzës që mundet më zgjatë, që realisht në bazë studimeve shkon deri në 10 vite, që mundet me qenë një periudhë shumë e gjatë, po të disa rastet edhe më shumë se sa kjo. Do thotë përveç aspektit fiziologjik, në këtë rast edhe të pjesës e metabolizmit, do thotë një ngadalësim i cili ju ndikon pastaj në shtim peshe, vrejnë ndryshimet në aspektin e kapërcimit nga një gjendje humori në tjetrën, edhe njëkohësisht pjesa pastaj e dëshirës me qëndru ma tepër vetë, sepse pastaj fillojnë, do thotë, këto ndjesit që nëse unë nuk ndihe mirë, a mundë me reflektu ndryshën në mesin sociale, dhe vazhdimisht, do thotë, kjo periudhë karakterizohet me ndryshimet të vazhdueshme në aspektin e gjetjes, ose në formën qysh personi mundet me, femra në këtë rast mundet me dalë edhe me u ballafaqu me botën e jashtme.
Pra këtu thebe që e rëndësishme është edhe mbështetja që mundemi me pasë nga të tjerët, sepse në qofë se zgjatë me 10 vjetë, ndoshta e durojmë në një lloj forme diko që po kalon një periudhë, hajtë se një muaj, 2, 3, dikur thejme hajtë se 5 vjetë në menopauzë, kur po kalon edhe kjo. Është shumë e vërtetë të thotë në çdo aspekt, në çdo ndryshim gjendje, në çdo mosh, secili nevojitet një mbështetje shumë e fortë e familjes fillimisht si pjesë kryesore e personit dhe pasaj edhe e shoqërisë. Mirë, po duke pas parasysh që sot mjetet e informimit edhe pjesa e teknologjisë ka bërë shumë të mundur për me mësu ma tepër për secilin periudhë jetësore, atëherë do thotë edhe familjarët janë të gatshëm për me i pranu, ta themi, sepse doktoresha Ceki është pjesa pranimit. Në momentin që bëhet pranimi, në çdo gjendje kemi pastaj një lehtësim, ose kemi një tejkalim të situatës, sepse personi kupton këtë rast çka është duke e shty, mu sill në atë formë, çka është duke përjetu për brenda që me kuptu aspektin e veprimit në një ambient caktuar, edhe formën që është gjenë mekanizmat caktuar të ballafaqimit. Do thotë pjesa pranimit, në këtë rast nga anëtarët e familjes, që po kalon përmes një periudhe jo të lehtë në aspektin emocional, e bën shumë atë lehtë pastaj ballafaqimin, edhe në këtë rast do thotë qoftë bashkëshortët, qoftë do thotë fëmijët ose të tjerët që jetojnë me një grua e cila gjendet në këtë e lehtëson punën e përballimit më tepër të situatës ose të kësaj periudhe, ta themi, sepse kjo nuk zgjat për herë, por është një fazë që është më intensive në aspektin e simptomave të cilat paraqiten. Ne thamë që e marrin është si lloj adoleshencë e dytë, për në anën tjetër edhe ngritet pak vetbesimi në këtë periudhë. Besoj që kalohen disa gjëra, kalohet një periudhë e caktuar, ndoshta përfundojnë lindjet, rritja e fëmijëve, tashmë gratë ka një kohë të caktuar pak edhe për veten, ndoshta të praktikojnë yoga, apo të praktikojnë edhe diçka tjetër. I ndihmon edhe kjo koha për veten? Unë mendoj jo vetëm se i ndihmon, por është edhe domosdoshme. Kjo është imperativ i tejkalimit në mënyrë të shëndetshme, edhe sa më të lehtë të kësaj periudhe. Edhe shohim, fal Zotit, është ngrit vetdia shumë, edhe shohim që gratë në përgjithësi pas të 40-ave merren me aktivitete edhe të ndryshme, edhe fizike, qoftë fitness, pilates, ndonjë sport tjetër, e zbulon dikush veten, gjithashtu fillojnë me u marrë edhe me aktivitete kreative të ndryshme. Të gjitha këto janë mënyra për me kanalizu energjin tonë edhe me i tejkalu sfidat me cilat ballafaqohemi, qofshin ato të brendshme, emocionale, fizike, apo edhe t'jashtme, edhe faktor t'jashtëm. Nuk duhet besoj me haru tash që në këtë moshën tonë, edhe në kohën moderne, edhe lindjet ndodhin ma vonë. Edhe shumë shpesh koincidon koha e perimenopauzës e menopauzës nanës me kohën e adoleshencës fëmijëve. Do me thonë, në një familje janë dy palë me ndryshime shumë të mëdha hormonale, se cili me nevojat e veta për vëmendje, për kujdes, për pranim. Besoj që bashkëshortët baballarët janë në pozitë të vështirë këto, prandaj atyre të cilët e pranojnë dhe e menaxhojnë në mënyrën e duhur jetën familjare, me të vërtet duhet me au dhënë kreditin edhe meritat, sepse në qoftë se në këtë periudhë një familje vazhdon të mbetet, besoj, e shëndetshme, harmonike, është në masë të madhe edhe merite e babës, e bashkëshortit, po aq sa është natyrisht edhe e grua, sepse tash e tha edhe doktoresha, e përmendëm sa herë që tash kemi një nivel tjetër të vetdijes dhe secila e kuptojmë se me çka po ballafaqohemi, edhe çka po ndodh me neve dhe secila përpiqemi në mënyrën tonë, jemi të hapura edhe për të kërkuar ndihmë, nëse kjo është e nevojshme. Pra nuk ka shumë tabu tashmë. Tashmë flasim publikisht këtu në studio për këto ndryshime që mbas e 10-15 vite ma herët gratë janë mundu me i mshef, mos me tregu që po ndodhin, sepse e kanë lidh me një farë moshe kur të degradimit, le të themi, të mplakjes, kur vlera e saj ullet, produktiviteti ullet, edhe vazhdimisht e kanë shty vetëm për te, për me mohu një gjë të tillë, e me ja mohu edhe vetës. Prandaj pranimi që shu përmend është shumë i rëndësishëm, edhe fillon prej vetës. Po, kështë.
Kur jemi këtu tek vetja, sepse kemi diskutuar dhe më herët që shpesh herë gratë janë ato që ndoshta edhe në këtë periudhë, por edhe në periudha të tjera ndihen fajtore që marrin kohë për veten. Cilat janë disa metoda që mundën ndoshta me e liru këtë pjesën e fajësisë, po ndjenjen e fajit? Është një pikë shumë kritike, ta them, në aspektin e kësaj periudhe për cilin po flasim. U përmend edhe më herët mënyra qysh mrin. Gjithmonë kem parasysh se prioritizimi vetes në një moshë caktuar do thotë është esenciale, ose të themi është e domosdoshme, për shkak se pjesa e përkujdesjes ndaj fëmijëve, ndaj punës, ndaj gjithçka kalon me një stad tjetër ku kemi parasysh aspekti i vetes është prioritet dhe duhet prioritizu. Do thotë në këtë formë personi, këtë rast femra mrin për me të kalu situatën shumë më lehtë, përderisa jep hapësirë vetes për me mujt me kalu nga një gjendje tjetër, duke mos i vrejt ato ndryshime shumë të mëdha, edhe duke mos i shpërfaq pastaj në rrethin ku jeton në këtë rast. Kemi parasysh gjatë moshës, gjatë periudhës gjithmonë pjesës Covidit, ka pas një rritje shumë të madhe në aspektin e vetëdijësimit. Do thotë edhe për këtë pjesën e menopauzës dhe perimenopauzës është rritë vetëdia sepse ka pas shumë njëtet informime cilat kanë qenë në dispozicion edhe pastaj është kuptu ma thellësisht edhe nuk është ndje personi në gjendën që është ndje më herët për shkak se secili është aty duke i përjetu situatat e njëjta, simptomat e njëjta, gjendën duke u ballafaqu me to dhe në këtë rast është lehtësu. Do thotë në formën kur mrin me e kuptu, automatikisht do thotë kalon në pjesën jo vetëm të pranimit, po dhe të punës me veten. Në momentin kur kemi parasysh në aspektin terapeutik, në momentin kur pranon një grua të flet për ato që ka po përjeton, atëherë kemi të bëjmë me një gjysmë punë të hequr në aspektin sepse e ka kuptu thellësisht se çka është duke ndodh, edhe në këtë rast është e gatshme me pranu edhe ndihmën profesionale shumë më lehtë, po edhe me prioritizu vetën në aspektin e çfarë do lloj aktiviteti që ajo mendon që mund t'ia del. Do thotë kemi aktivitete të ndryshme të cilat i rekomandojmë qysh prej fillimit, nëse nuk mrin një sesion të jogës ose një aktivitet, një sesion të notit ose diçka të tillë, atëherë vetëm ecja është diçka që cilën secili e kemi të lindur që me mujt me mri me të kalu, do thotë këto periudhat ku ballafaqohet me simptoma më të rritur. Edhe në këtë rast në aspektin profesional gjithmonë vendosim prioritet veten për me mujt me mri me të kalu sa më lehtë, edhe në këtë rast rekomandohen forma të ndryshme të aktivitetet që fillimisht janë të lehta për të bërë, edhe pastaj do thotë kalon në një momenti kur rritet motivi i personi. Pastaj mundemi me rekomandu edhe format tjera, do thotë pjesën e meditimit është diçka që ndikon shumë mirë në të kalimin e kësaj situate, gjendje, do thotë emocionale, pastaj aktivitetet fizike, çfarë do qofshin. Thjesht është ai koncepti që duhet truri në aspektin e lëvizjes, me përjetu përmes lëvizjeve pjesën e lirimit të hormoneve caktuar, të cilët indikojnë pastaj në ndjenjen e vlefshmërisë dhe në rritjen e motivit. Do thotë është një proces që është shkallë dhe në momentin kur truri në këtë rast përjeton lëvizjen përmes ecjes, përmes jogës, përmes pilates ose aktiviteteve që me të vërtetë ngrisin pjesën e hormoneve të lumturisë, atëherë automatikisht do thotë kemi edhe rritje të motivit, edhe në këtë aspekt do thotë targetohet fushat caktuar në tru, cilat munden me bën ndryshimin shumë më lehtë se sa që kishin me bom për shembull me një medikament caktuar, gjatë cilën do thotë përmes metodave holistike sot është shumë më lehtë për me mri edhe me vëdësu edhe me mri me u përdor për shkak se ul edhe pjesën e medikamenteve, gjatë cilën e bën personin mundi shumë më i lirum në aspektin edhe me efekte afatgjata, do thotë sepse dim që medikamenti mund të pas një efekt më afatshkurtër ose me të kriju varfshmëri në forma të ndryshme, edhe tek pjesa e marrjes me aktivitete dhe të qasjes ma holistike, në kupton që është një ushqyrje më e mirë, është një aktivitet më i mirë, është një prioritizim i personit, ku e vendos vetën prioritet për me mujt me mri me të kalu këtë fazë. Mirë është edhe kur kalojmë në fazat të tilla, ndoshta edhe kemi edhe dikë tjetër që po kalon të njëjtën gjë, që nuk kemi çmend, jemi njëjtë dhe pak a shumë kemi simptomat e njëjta, sepse për shkak gjatë kohës kur kemi bisedën kemi pamjet aty gratë bashkë, të cilat mundën me kalu një periudhë të caktuar, çfarë
dhe lloj periudhe qoftë para apo pas të 40-tave, edhe besoj që ndjeni më mirë. Keni pas dikë me cilat shoqe, kolege, mike që keni mujt me nda një eksperiencë tillë? Paka shumë jemi si gjenerata e njëjtë, plus minus 2, 3, 4, 5 vjetë, po edhe kjo çështja dhe shfaqja e këtyre ndryshimeve në të 40-tat e përmendi edhe doktoresha, edhe Fatlinda në tërthorazi që ka të bëjë me ndryshimet hormonale, ato nuk vinë gjithmonë atë njëjtën kohë, dikujt pak të ndryshimet e 40-tave, mbase për dikë vijnë pak më herët, për dikë vijnë pak më vonë, mirë po aty jemi edhe natyrisht që është shumë lehtë kur mundesh me fol me dikë dhe kur e sheh që edhe dikush tjetër po ballafaqohet me diçka të ngjajshme. Mirë po kisha me potencu edhe këtë që e përmendim, mendoj në fillim edhe doktoresha, çështjen e riprioritizimit. Kjo është një diçka shumë e bukur, mendoj, që ndodh në këtë moshë. Ka prioritet vetën apo? Në përgjithësi i riradhit prioritetet. Mbase diçka me cilën je marrë shumë gjatë dhe ki harxhu shumë energji në të kaluamën pa ndonjë rezultat, tash veç e kupton që diçka që nuk jap rezultat e lëshon, e liron. Dorëzohësh. Nuk do të thotë dorëzimi gjithmonë diçka e keqe. Ndonjëherë dorëzimi është shaj e forcës edhe e rizbulimit të vetvetes. Ky ka qenë rasti me mu, po e shoh çdo ditë më shumë edhe me të tjerë. Prandaj mendoj që kjo është një periudhë me gjithë sfidat e veta. Mendoj që është një periudhë e mirë për gratë të cilat ndalen edhe reflektojnë, mbase i shtynë edhe gjendja në cilën janë, mirë po është një aspekt pozitiv i kësaj periudhe me shumë sfida. Dua di edhe diçka të fundit ndoshta nga ana personale me ndo, unë po ndoj pak nga periudha jem, për shembull pas shtatzanisë, më duk vetja që kalova tipike në një grua dhe ndryshova pak edhe stilin. Ndoshta gjatë kohës së rritjes, krejt çka duam si vajza është që dukemi pak më të mëdha. Pak më të mëdha, ndoshta pak më në moshë më të madhe dhe edhe mënyra e stilit që shëndërtojmë ka rëndësi pastaj për moshën cilën e tregojmë. Por si do qoftë pas lindjes, nuk kam dashur ndoshta me i prej flok, kam dashur me u duk ma qik, edhe kam dashur me vesh tishat cilat për mua ndoshta kanë qenë kështu që u sa e re, dikush më thonë, se nuk e di pse ishte ajo periudha e ndryshimet postpartum ose pas lindjes që ndoshta edhe stili mendoja që paraqiste diçka te unë. Ka pas ndryshime të tilla në këtë periudhë, te jo, ose ndoshta në një periudhë të caktuar të jetës, që keni dashur ndoshta se me qëndru në një stil që dua duke më e re si 30, apo në një stil që don diçka me zbulu? Unë për vete, po, e përmendje dhe Fatlinda që ndryshon natyrisht pesha, menaxhimi i peshës është një prej sfidave më të mëdha në këtë periudhë. Unë personalisht gjithmonë jam dashur me u kujdes pak më shumë për ushqimin, për me pas aktivitet fizik për me mirëmbajt peshën, mirë po pas të 40-tave disi nuk mjaftonte ajo. Doli prej kontrollit edhe jo vetëm se ndryshoi pesha si pesh, mirë po edhe kjo rishpërndarja e yndyrnave në trup ndryshon. Do me thonë fillojnë në shfaqen yndyrna në pjesë të trupit që nuk i kemi pas ma herët. Kryesisht rreth barkut, rreth kofshëve, do me thonë diçka me cilën nuk isha ballafaqu. Sa e përmende stilin, edhe e di që për vitet të tëra i kom bajt robet e njëjta, ty prit me u kthyn to, ty mos mujt me hek dorë prej stilit edhe prej masës. Mirë po me kalimin e kohës natyrisht e kupton që ndoshta kthehesh prap në masën e njëjtë, po jo domosdoshmërisht në modelin e njëjtë të veshjes, jo në stilin e njëjtë, dhe kjo është krejt në rregull. Unë nuk kom pas asnjëherë problem kështu me moshën që po kalon. Disi e du moshën, i du vitet. E kom prit me qef me artë të 40-tat, i pres me qef edhe të 50-tat, mendoj që kjo se cila është një kapitull i ri i jetës, cilin unë e pres me shumë kureshtje edhe me shumë dëshirë. Mirë po, kjo çështja e stilit do më pakës kohë për me u ndryshu edhe për me kuptu që me gjithat, ndoshta është koha për me ndryshu diçka. Ma mendje që po. Pa tjetër. Me që po ndajmë eksperiencat dhe të personale, si familje i mundu shumë me i qëndru një stili aktiv tjetës. Vazhdimisht jemi marrë me hiking në kohë kur kom lindë, më thonë vajzën e madhe. Një pej ecjeve që më kujtohet në Rusoli, kam qenë 8 muaj e gjysë. Edhe kur kujtoj vetën tanë,
të thëmë është, me siguri nuk kam qenë shumë të rezije mentalisht, ose kom dash me përjetu ashtu aq lartë atë pjesën e knatësisë, mirë po ka qenë një motiv do thotë në momentin sa ma shumë që bëjshim ecje, aq ma shumë më rritej do thotë motivi për brenda dhe do ishim me eksplorua hala ma shumë. Edhe me vajzat i kemi marrë gjithmonë me vete, edhe me bashkëshortin kemi majtë një stil tjetesës, do më thonë vazhdimisht kemë dalë kemë bo ecje që kanë qenë pak ma sfiduse. Dihet që në aspektin e trupi përballon shumë gjendje, sepse është i krijuar në formën shumë perfekte, do thotë të gjithë shkafit që funksionon për brenda. E përmendi Rondinella çështjen e rrobave, të njëjtën e kom pas edhe unë. Është një lloj mospranimi, mirë po në anën tjetër kënaqesh me ndryshimet që ti ka sjell qoftë Tanzania, qoftë këtë rast rritja e bebës, sepse është një konsideroj një periudhë e vlefshme dhe shumë përmbushse në aspektin emocional, e vren vetën duke i ikë në formë pavetëdijshme gjanave. Mirë po është një diçka që është shumë normale, edhe mosha është diçka që neve na karakterizon si individ, dhe secila moshë ka atë gatishmërinë e individit për me provu diçka tjetër. Do thotë aktiviteti fizik e bën ndryshimin shumë të madh në aspektin psiqik, edhe do thotë edhe bazë sulumtime është vrej që neuroplasticiteti, do thotë forma qysh rime këmbën që lizat në aspektin mental e bën shumë atlet që çdo femër me përjetu periudha caktuar do thotë të ndryshimeve, për shembull edhe humbjet edhe fitoret në familje dhe gëzimet e mëdha përjetohen në forma të ndryshme sepse truri është i krijuar në atë formë që më mrimu ballafaqu, do thotë qoftë në periudhën e paslindjes, qoftë në periudha të ndryshme të cilat munden me qenë pak sfiduese në aspektin që asnjë femër nuk i ka përjetu do thotë në formën e 20-a 30-a ku pesha mund të jetë diçka shumë jo e vështirë për të hequr ose për të fituar, mirë po në formën tjetër ku kemi parasysh këtë moshë është një proces tjetër cilin nuk pyeten do thotë pjesa vetëm e ushqyerjes, po pyeten do thotë edhe shumë faktorë tjerë gjenetik edhe në aspektin e fitimit do thotë që munden me mu ballafaqu. Po është një diçka shumë e lezetshme me tonë, sepse edhe secilin femër e bën për me mujt me pa për brenda se çka ka, edhe është një botë shumë e pasur secila periudhë. Edhe uroj që secila prej nesh të paktën ta ketë këtë periudhë në jetë edhe ta shijojë në mënyrë më të mirë të mundshme, ta pranoj sa më lehtë dhe ta kaloj në fakt sa më lehtë edhe këtë pjesë. Faleminderit juve për kohën dhe për gjitha informatat edhe këshillat që i keni ndarë bashkë me shikuesit e emisionit sot. Kënaqësi që ju pata këto. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve.